Selam aleikum të dashur miq, ky është emisioni Drejt për Drejt e thëna e pa thënë. Sonte do ta pyesim hoxhën se ku fshehet lumturia. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit për këtë temë mund të pyesni edhe ju, por edhe për çështje të tjera. Mirë se vjen hoxhë. Mirë se takojmë. Është e fshehur diku lumturia që ta kërkojmë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Do të thoja kështu, ajo qëndron dikon, nuk mund të them është apo jo e fshehur, mirë, po nëse nuk e kërkojmë në vendin e duhur, atëherë i bie se nuk e gjejmë. Nuk e gjejmë. Po. Nuk e gjejmë. Dhe kur bëhet fjalë për lumturinë, hoxh, çka është në thelb lumturi? Nuk kam sipas këndvështrimit tuaj. Po gjithsesi, nuk kam ndonjë lexim, s'm ka ndodh me lexu ndonjë përkufizim të dikujt se çka është lumturia, edhe kjo besoj që ndodh për shkak të asaj se është çaq e njohur edhe e ditur sa që se ka marrë kërkosh mundimin, ka thonë mos të lodh nga badihava me përkufizu. Por përshkruhet. Gjithsesi. Çka është lumturia? Ndoshta s'bashku tash me diskutu, po m'bjen men me thonë lumturia është të ndihesh mirë, pavarësisht gjendjen që e ki. Edhe menoj se si piknisje që kjo kish me na shërby shumë për me zhvillu një bisedë, ndoshta në kahjen edhe në drejtimin e duhur, për shkak se besoj që jemi dakord qysh në fillim se lumturia nuk qëndron as te pasuria, nuk qëndron as te pozita, as te fama, as te ku e dioni mirëqenia, çka do të qoftë, për arsye se kur them nuk qëndron, nuk është se nuk qëndron, por nuk qëndron detyrimisht ose nuk qëndron vetëm aty. Për shkak se dëgjojmë në bazë ditore ankesa të njerëzve të pasur që nuk janë të lumtur, të njerëzve në pozitë që nuk janë të lumtur, që njerëzve të famshëm që nuk janë të lumtur, si janë detyrimisht të lumtur. Edhe kjo i bjen që të gjitha këto që në të vërtet do duhet të ishin mirësi, edhe janë mirësi. Edhe pasuria është mirësi, nuk mundu me thonë që pasuria është e keqe. Nuk mundu me thonë edhe fama që është e keqe, edhe pozita dhe kështu me radhë. Të gjitha janë mirësi, mirë po njerëzit në to, edhe me to, nuk është se ndihen gjithmonë të lumtur. Për çfarë arsye, aty pastaj janë arsye të shumta, mbase të ndryshme, por në fakt hoxh, njeriu vazhdimisht është në kërkim të diçkaje apo të diçkaje shtesë për të qenë i lumtur. Është njerëzore kjo? Besoj që po. Lakmia është njerëzore, e pastaj lakmia e bën njeriu që të mos ngopet. Është një shembull interesant që rrëfehet në historitë e lashta të pejgamberëve për Ejubin a.s. Edhen Ejubi ishte një prej të përzgjedhurve të Allahut, jetoi një kohë i shëndetshëm me familje, me mirëqenie, me kështu me radhë, pastaj Allahu i madhruar e sprovoi ashtu që i vdiqën fëmijët. Dhe jo vetëm, i humbi pasuria dhe i humbi edhe shëndeti. Dhe u sprovua për një kohë të gjatë me sëmundje. Por në të dyja rastet Ejubi qëndronte ashtu si duhet. Edhe kur ishte mirë, qëndronte si falëndërues dhe mirënjohës, edhe kur ishte në gjendje të vështirë, ishte i durueshëm. Dhe shtrohet pyetja si ja arriti. Po interesant, pejgamber të Allahut, mendoj se imani kur i mbush të gjitha zbrasirat në shpirt edhe në qenje. Imani na themi është në zemër. E vërtet, baza e imanit është në zemër. Mirë po ato degëzimet jo formale, po esenciale të imanit shtrihen në tërqenje njerëzore, madje depërtojnë edhe jashtë qenjes, manifestojnë në vepra, në qëndrime, në dukje, në fjalore të ngjashme. Imani kur lëshon rrojë në zemër edhe i mbush të gjitha zbrasijet, atëherë sprovat e jetës që janë të pashmangshme, ligj i cilit nuk i ka shpëtuar askush, në një farë mënyrë nuk e luhatin, nuk e rrëzojnë njeriu. Pejgamberët, sikur se e dim, kanë qenë kampionët e të gjitha virtyteve, edhe të durimit mes tjerash.
Pas një kohë e Ejubi a.s. pas asaj sprove që ishte mësim edhe për neve se derisa Allahu e ka bo atë rrëfim e ka bo të pavdekshëm në Kur'an. Pas një kohë Allahu i madhruar ja kthej sërish edhe shëndetin, edhe pasurinë, edhe familjen, edhe kështu me radhë. E tash të rrëfimi qëndron në disa transmetime i përmendi Ibn Kathiri në librin Rrëfime për pejgamberët. Thotë pasi u shëndosh, filloi Allahu i madhruar t'i lëshoj flori prej qiellit. Edhe Ejubi i kapte ata florint edhe i fuste në përgjepa, dikur filloi t'i fuste në gji, edhe një zonë nga qielli e thiri, i tha o robi im, o Ejub, s'po ngopesh. E Ejubi e tha një gjë interesante, tha, e kush ngopet nga mirësitë tua o Zot. Thash, nëse Ejubi ka pas këtë dëshirë të grumbullimit, tani pse ai shumë interesante ka shpjeguar grumbullimit të mirësive të Allahut fuqiplot, njeriu i rëndom të gjithsesi është njerëzore kjo. Është njerëzore të kesh lakmi. Por këtu tash do të më thonë një gjë që mendoj se është shumë e rëndësishme edhe nëse e themi këtë e përfundojmë bisedën çto hipotetikisht po them, mendoj se kemi thonë mjaft. Lumturia më pyetën në fillim a qëndron e fshehur, a është e fshehur që njerëzit e kërkojnë edhe nuk e gjejnë me lehtësi, apo qëndron dikund, po megjithatë njeriu mund të mos e gjejë derisa nuk kërkon në vendin e duhur. Unë mendoj se ata të cilët lakmia e tyre dhe dëshira e tyre për të pasur më tepër pasuni, më tepër famë, më tepër pushtet, më tepër autoritet, më tepër kënaqësi, mirëqenie, ku e diun se çka luks e të ngjashme, dëshira e tyre për të pasur të gjitha këto më tepër. Nëse i çon me kërku, jo në kohën e asoj pozitës ku është lumturia, por në kohën e kundërt, çka ndodh? Ata sado që kërkojnë, vetëm se i largohen lumturisë edhe më tepër. Shtohet pasunia, paksohet lumturia. Shtohet pozita, paksohet drejtësia. Shtohet mirëqenia, paksohet mirënjohja. Shtohet fama, paksohet njerëzia. Edhe në të gjitha këto tash kur e dim për shembull që Islami për secilën kategori të njerëzve promovon virtyte konform pozitës edhe shoqërore edhe ekonomike edhe kështu me radhë. Për shembull, i pasuri duhet ta ketë në bollëk e virtytin e mirënjohjes edhe falënderimit ndaj Allahut fuqiplot. Edhe ajo mirënjohja ai falënderim gjithsesi bazën e ka në zemër, por shprehjen e ka në gjuhë, ndërsa manifestimin e ka në praktik. E praktika nuk është thjesht veç mirënjohës, është vetëm ai i pasuri i cili u ndihmon të varfër. Jo, në radhë të parë mirënjohës është ai i pasuri i cili pasurinë nuk e keqpërdor edhe nuk e shpërdoran. Do të thonë, han, ushqehet, pen, veshet bukur, ndërton shtëpit bukur, vozit makinë bukur e kështu me radhë, garderoba e shtrenjtë, absolutisht nuk ka problem. Por është i arsyeshëm. Kufini duhet të jetë ekstravaganca, se ekstravaganca nuk është e mirë. Dhe çdo njeri mirë, po, për veç që është i arsyeshëm nuk duhet të jetë shpërdorues në kuptimin e masrafit. Kësaj pastaj i bashkangjitet që të jetë solidar edhe me të tjerë, mirë po ajo është e paktë, prapa atë pjesën e madhe të pasurisë ka me e përdor për vete. Po pra, dhe kur flitet në tema të ndryshme, të përgjithshme për vullnetarizmin, thuhet që çdo njeri vullnetar, pavarësisht tani sa është fetar apo jo, shprehet shumë i lumtur kur bën mirë. Pra, vullnetarizmi, bamirësia në këtë rast njeriu ndan prej pasurisë vet dhe ndihet mirë. Unë mendoj se është e pamohueshme një gjë e tillë për shkak se mbas edhe nuk jemi në gjendje ta shpjegojmë, edhe ata vullnetarët, ata bamirësit, ata solidarët, ata njerëz që në një farë mënyrë janë mishruar me bamirësi ndaj tjerëve, pavarësisht që thutim motivet, dikush e ka motivin fetar në kuptimin islam, dikush e ka motivin fetar në kuptim të një besimi tjetër, dikush mund të ketë një motiv thjesht human. Nuk është besimi aq i theksuar tek ai, edhe unë konsideroj se është e pamohueshme se veprimet e këtilla e rritin nivelin e lumturisë të secili njeri. Kjo mbase
ndodh mes tjerash edhe për shkak se ai përfituesi prej angazhimit tënd, ai ka me qenë mirë njas, ai është në hall. Ti ja lehtëson një brengë edhe një hall. Çka ndodh me këtë veprim? Me këtë ndodh, mas pari ti e meriton një lutje të atij tjetrit, mund të thush po, edhe ai tjetri ndoshta nuk është ndonjë besimtar që me ditë me u lut, konsideroj se megjithatë të gjithë luten në mënyrat e tyre. Rrallë dikush ka që përfiton, se di, po menoj nuk kam taku, edhe mund të ketë, pavarësisht, nuk kam taku që në të ketë për shembull ndonjë i varfër, ndonjë skamnor, ndonjë i ngrat, edhe njëkohësisht tjetë edhe mohues ndaj Allahut fuqiplot. E i ktilli kur përfiton, ai lutet për atë bamirësin e vet, edhe nëse ai nuk është besimtar. Kjo është e para, edhe e dyta, konsideroj gjithashtu se Zoti i plot fuqishëm e lëshon mëshirën e tij te ata njerëz që u bojnë mirë të tjerëve për arsye se ata duhet të shpërblehen. Pra një njeri i cili u bën mirë tjerëve, ai ka me u shpërbly. Po ne themi, nëse nuk është besimtar, Zoti a thu, a e çon në xhenet, po mos e çoft në xhenet, ja bën një xhenet të kësaj bote, i cilin mes tjerash edhe do të përjetohet në përjetimet e asaj që njerëzit sot e quajnë lumturi, e quajnë ndjenjë e këndshme e kështu me radhë. Tash njerëzit kanë gatishmëri për të dhënë prej asaj që kanë, për t'u lehtësu tjerëve vështirësitë edhe brengat, edhe kjo padyshim e krijon një ambient paqësor mes njerëzish. Paramendo tash sikur njerëzit e pasun të mos jepnin. Edhe sikur shtetet të mos kishin projekte të fuqizimit të mirëqenies sociale. Sikur se janë për shembull dikasteret e ndryshme në përqeveritë e ndryshme që merren me ata që nuk ja dalin dot me forcat vetanake. Sikur të mos ishte kështu. Çka do të prodhonte kjo? Kjo do të prodhonte një polarizim akoma më të madh se sa ekziston mesin e njerëzve. Pasiguri mes njerëzve. Edhe shumë armiqësi, shumë urrëtie, e cilat pastaj do të prodhonte jo thjesht pasiguri, po do të prodhonte, unë mendoj, konflikte të pa imagjinueshme. E bamirësia është pikrisht ajo e cila i zbut këto, ndoshta nuk e zbut gjithaq varfrin, na e dim, jemi dëshmitar, ajo dhënia e lëmoshës të varfrit nuk i bën të pasën. Dhënia e lëmoshës të varfërve u amundson me mbjetu. Mirë po në mes tjerash e bën shoqërinë pak më homogjene dhe nuk i lejon që njerëzit të urrehen duke menduar edhe i varfri se pikrisht ai i pasuri është shkaktari i varfërisë ti. A në të vërtet, ajo që kanë thonë nuk ka të varfër për shkak të lakmisë të pasurve, po për shkak të pangopsisë së disa të pasurve, kjo mund edhe të qëndraj. Po kur themi ai cilit Zoti i ka dhënë diçka, çka do të qoftë? Dije, ose pasuni, ose mundësi, ose mençuri, ose pozitë, ose famë, ose autoritet, ose pushtet, ose çka do të qoftë, nëse atë e përdor për qëllime të mira edhe fisnike, unë mendoj se në radhë parë ai vetë ka me u ndi më i lumtur se sa një njeri i cili për shembull ka pushtet, por është i padrejt, është despot. Ai pavarësisht ne e dim gjatë historisë në përgjithësi, por edhe gjatë historisë. Duke u lumtur për këtë temë, Hoxh, hasat e një hutbe që kishit mbajt 4 vite më parë, mbase këtë temë keni trajtuar edhe herave tjera. Mirë po, i sjell disa shembuj interesant. E përmend Karunin, e përmend Ebu Bekrin, e përmend Faraonin, por edhe Sulejmanin a.s., pra edhe pushtetarët, edhe njerëz të pasur. Pra, lumturia mund të ekzistojë edhe te pushtetari, por edhe te i pasuri. Edhe kundërta. Gjithsesi, mund të ekzistojë edhe mund të mos ekzistojë. Për arsye se... Por është një formul, pse tek disa ekziston, të disa jo, në këtë rast, të këta shembuj. E thash, po pra, të shembujt që i përmende ti, që i pasna përmend unë, e tash ti punaj kujton, ndoshta i shkon më mirë, me bat shkputje dhe tash e këshum këshyrë bashkë, çka kom thonë atë. Se të mos përsëritet. Mirë po, mendoj prapë, po insistojnë atë që e thash më herët, përdorimi i mirësive të Allahut fuqiplot në mënyrën e drejtë edhe duhon. Pse
Pse është përmend në hadithin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam që flet për 7 kategoritë njerëzve që do të futen në hijen e Allahut atë ditë kur s'do të ketë hije tjetër. Kategoria e parë cila është përmend? Pushtetari i drejtë. Pse? Për arsye se njeriu i cili ka pushtet, njëkohësisht e ka mundësinë me qenë bamirësi më i madh në botë. Kretë bamirës, njerëzit e pasur, milionerët, miliarderët, gjithat pasuni që e kanë, ata mund të bojnë bamirësi të mëdha, mirë po kërkosh mundet me bo bamirësi ma shumë se mbreti, ose presidenti ose kryeministri i një vendi. Pse? Për arsye se ai thjesht veç mjafton që pushtetin e vet me e orientu jo ka përfitimi individual ose klanor ose kështu me radhë, po ka përfitimi që me thonë me ndat mirat edhe frytet e pushtetit me të gjithë masën. Në këtë rast, çfarë bëri Sulejmani a.s. që ishte mbret? E keni quajtur si person që ishte i lumtur. Po, ishte i lumtur, pa dyshim se e falëndërën të Allahun fuqiplot në vazhdimsi. Sulejmani a.s. me pushtetin që ja kishte dhënë Allahu, e që si mas gjitha gjaseve si ka dhënë kërkujt as i pushteti, as para ti, as mas ti, a e kishte një lidhje të veçantë me Allahun fuqiplot që në një moment caktum i qitin parad ato mundësit e tia në mes tjerash u mahnit duke i pa kuajt duke parakalu, sa që haroj me bodhikër, haroj me e kryt një ritual të dhikrit që e bënd të rëndom në atë kohë, edhe kur e pasë ndodhe kjo, dhe pse s'kishte bënd do një mëkat, se fundit kishte mbet pa e bënd një vej për cilën vullnetarisht e bënd, jo obligative, tha ktheni ata dhe njëherë edhe i therit gjitha ta kuaj që mos i ndodhe dhe njëherë që ta haroj Allahon. A i konsiderante se përparësia e tij edhe burimi i lumturisë së tij ishte pikërisht lidhja e tij me Allahun e jo posedimi i tij. Sulejmani alayhis salam fundit sikur edhe çdo njeri tjetër. Na nuk jemi me këshyr hall edhe realisht. Nuk jemi poseduesit real të asaj që na duket se posedojmë. As të asaj që e kemi në pronë, as të asaj pasunie për cilën paguajmë tatim. Ne paguajmë tatim për shtëpiat tona, për banesat tona, po si jemi poseduesit real të tyre, për çfarë arsye? Për arsye se më i thon donjanit prej neve, a ki garanci se mas një muaj do të jesh banues në atë banesë? Askush s'ka banesë. S'ka garanci. Pse? Jo se do të vi dikush, jo se ekziston frika do të vi dikush na nxjerr prej aty, po mbase nesër në mëngjes vdesim, edhe do të bartemi në një banesë tjetër. Pashmangshëm. Edhe këtu e vrejmë se funit krejt këto që Zoti na i ka dhënë, që po i përmendim me shembuj vazhdimisht, janë në një farë mënyre posedime të përkohshme, më mirë me thonë jemi të autorizuar me to, edhe sigur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmend dunjan, ka thonë ad-dunya hulwatun khadira. Dunjaja është e ëmbël, edhe është tërheqëse për syt, është tërheqëse edhe për ego edhe për sy. Wallahu mustakhlifukum fiha. E Allahu ju ka autorizuar që të jetoni edhe të veproni edhe të angazhoheni në te, fenadhirun kejfe ta amelun, edhe ju këshyr qysh po veproni. Që to me bo me e kuptu na të gjithë, në pozicionet tona, i dituri, në pozicionet dituris, i pasuri, i pushtetshmi, e kështu me radhë, unë mendoj se lumturia do t'jeshte e garantume. Por, prap po e rikujtoj atë që e thash më herët, njerëzit mbase e kërkojnë lumturinë edhe e synojnë atë edhe dëshirojnë ta kenë të gjithë, mirë po gabimet e disave ndodhin në faktin se e kërkojnë në kahjen e kundërt të pozicionit real të saj. Edhe kjo çka i bën masandej? I bën hala më të palumtën. Sa më shumë grumbullon pasuni, akoma më i palumtën bëhet. Sa më shumë arrin pozita të larta në pushtet, akoma më i palumtën bëhet. Sa më i famshëm të bëhet, më i pangopon në një farë mënyre, akoma bëhet më i palumtën. Andaj, nëse dojmë me përafru, s'po du me thonë me përkufizu, me përafru lumturin, e thash në fillim, lumturia është të ndihesh mirë me atë që ke, në të vërtet pikërisht kjo është lumturia. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ghina an-nafs. Pasuria e vërtet është ngopja e shpirtit. Në hadith tjetër qëndron
thot wardha bima qasem Allahu leke tekun aghnën nas. Bëhu i kënaqur me çka të ka caktuar ty Allah, çka të ka dhënë ty Allahu. Do të jesh njeriu më i pasën. Do të jesh njeriu më i pasën, do të jesh njeriu më i lumtur. Ku qëndron lumturia në këtë rast, nëse dojmë me zbërthy më praktikisht? Qëndron te fakti se atë që e ke, po e shfrytëzon, po ja din vlerën, po kënaqesh me te. Ndoshta do të ishte mirë sikur ta kishim një laps akoma më të shtrenjtë. Për shembull, një laps, po supozoj, që ky laps që e kemi, që shkruaj me dhonë edhe ti me ten, nuk besoj që blihet më shtrejt se €1, ndoshta edhe më pak. Ka lapsa që blihen me €200, ka lapsa që blihen me €1.500. Do të thonë, në tregjet tona i kemi. Njëjtë shkruajnë ata. Do të thonë, po nëse unë këtë e kam, basi edhe, sikur ta kisha edhe më të mirë, do të ndihesha ndoshta edhe më mirë, po do ta përdoja njëjtë për të shkruar gjëra të mira, atëherë pikërisht kjo është lumturia. Një shkallë, një gjendje të caktuar ekonomike, do të synonim me pas edhe më të mirë, dhe do të dëshironim, mirë po ndalu për një moment edhe vlerësoje atë që e ke. Se njerëzit mas tepër me lejthiten edhe e humbin rrugën pikërisht për shkak të mos vlerësimit të asaj që e ka. E për të arrit këte mes tjerash, se ka shumë faktor që ndikojnë, e do të duhet të kishim vëmendje për me ditë se qysh janë ato gjana, do të me këqyrë mes tjerash, e them shpesh, këqyrë qka ke, mos këqyrë qka s'ke. Këqyrë qka posedon, mos këqyrë qka të mungon. Edhe nëse shikon qka posedon, nuk do të del kohë me mendu për atë që të mungon. Kjo është e para. E dyta, edhe nëse është se jemi të ndikushëm si krijesa, si njerëz që jemi të ndikushëm edhe e shohim me gjithë gjendjen solide që mund ta kemi, e shohim atë përballë nesh që ka hecë edhe ka gjendjen shumë më të mirë. Po në këtë rast ajo na provokon, padyshim, na nxit që të lakmojmë, na nxit që edhe lakmia edhe shikimi i asaj që është më avancuar se e jotja, të bën me nënvlerësu këtë që ke ti. Për këtë arsye do të kthy kryt edhe ka kjo ana tjetër, edhe për të e pa atë që ka më pak, edhe në këtë rast nuk do t'i nënvlerësojmë begatitë e Allahut fuqishëm. Në anën tjetër, shumë njerëz kërkojnë lumturinë përmes pasurisë, mirë po sikur harrojnë, siç e përmendët edhe ju, ngrohtësinë që ofron familja. Dhe asnjë pasuri në botë nuk mund ta ofrojë këtë në këmbim. Apo ja? Po, shifë mirë, unë prapë edhe këtu do të me thonë se njerëzit e humbin rrugën edhe orientimin për shkak se nuk janë të aftë me ju qitë çmim të gjitha gjanave. Edhe çmimet edhe vlerësimin kryesisht e kanë vetëm material. Edhe po e zom një shtëpi luksoze, edhe një shtëpi modeste, gjithsesi kanë vlera të ndryshme, po vlera është materiale. Po brenda kësaj shtëpis luksoze, me shumë dhoma, jetojnë pak antar, familja më e vogël, ose numri njëjtë i familjes, po lidhja mes tyre nuk është shumë e ngratë. Kjo shtëpia e vogël, ose kjo kasollja, aty ka shumë lumturi, për shkak se njerëzit jetojnë në ngrohtësi afër njëri tjetrit, edhe kush është më i pasur në këtë rast? Materialisht, ky është më i pasur që e posedon pallatin, po realisht ky tjetri është më i pasur për shkak se e posedon mes tjerash harmoninë familjare, e cila nuk blehet me asnjë parë në botë. S'ka pasuni që e blen harmoninë familjare. Edhe shoqëri që është kështu, për shkak se atë mund të sigurojmë pa pas nevojë me bëj investime materiale. Harmonia familjare, sikur se e dim, në radhë parë bashkëshortët ndërmjet vetë duhet të rregullojnë një relacion i cili është zgaboj me thonë i shenjtë. Është jetik. Është jetik gjithsesi, po edhe për nga vlera, për nga paprekshmëria, është i shenjtë pothuajse. Për arsye se Allah i madhruar e ka quajt atë lidhje mithakan ghalidha, beslidhje e fortë, bile jo e fortë, por e vrasht. Do të thonë çat shumë e lidhë, sa aty nuk ka mundësi me i fut gishtat për me e zgjidh ç'është duhet jetë. Po a është? Kjo është pastaj tjetër temë. Edhe kur ata dy funksionojnë mirë ndërmjet vete, ata që do të bëhen sebe për fëmijët edhe për brezin që do të lindë prej tyre,
ai brez do të frymëzohet veç me dashni, veç me mirëkuptim, veç me respekt për njëri tjetrin edhe kësaj arrihet lumturia, ndryshe nuk arrihet. Në këtë familje le të vi paraja sa të dojë, nuk ka për të ndryshuar gjendjen pastaj. Jo, ka me ndryshu, veç i bën hala ma të lumtën, por nuk i prish. Mundet me i prish. Kur vlerat janë të fortifikuara, pastaj është gjithsesi, do të thonë, pasuria pastaj veç e rregullon edhe e bën jetën më të lehtë dhe më të këndshme. Në anën tjetër, Hoxh, në këtë jetë ta quajmë moderne, shumë të rinj fokusohen te karriera, te fama e të ngjashme. Sa është e rrezikshme kjo për të humbur apo për të mos pasur këtë pasuri siç është familja, që është shumë e rëndësishme për shoqërinë. Ne veç për mos me humb, duhet të mos harrojmë në jetën tonë se obligimet dhe detyrimet dhe borxhet që i kemi janë shumë dimensionale. Po e marr një shembull të thjeshtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jepte udhëzime shumë konkrete lidhur me këtë temë, edhe paramendon një herë e kishte çortuar njërin prej shokëve të vet për shkak të përkushtimit të tij, mos them të tepruar, po të theksuar në ibadet. Janë kon Selmani edhe Ebu Derdai, janë kon shok, miq për kokë, që thonë. Edhe shkon Selmani me vizitu vllahun e vet, Ebu Derdan, kur shkon bashkëshortja e tij, Ummu Derda, janë kohët Selmanit, thotë ky vllau yt, sikur me paskalu urën e siratit, s'po jeton dunja, sikur me paskalu në ahiret. Edhe Selmani e kupton se ai ju paska përkushtu pak si tepër ibadetit edhe i kalon pas dore obligimet e dunjas. Edhe ato familjare, edhe ato të gjallënis, edhe ato të themi intime. Edhe nejse Selmani i thot, unë e thot, kom ardhë me nejtë të ti, me qëndru gjatë të ti, thot, s'ka problem, i përgadit ushqim Ebu Derdai, edhe jasjel, e shtron sofrën, i thot, ha, thot e ti, thot, unë jam agjerushan. Wallahi, thot, unë nuk ha, përderisa të mësulesh edhe ti me hangër, se s'ka qenë Ramazan, ka qenë agjerim vullnetar. Edhe një farë mënyre e detyron me prish agjerimin. Se tash, musafirit ja ke qitë ushqimin, a i s'podon me hangër, le agjerimin nafile për një ditë tjetër, ushqimin atë musafirin gostite. Edhe mirë, vallë, masani vjen koha e gjumit, edhe shtriun për të fjetë Selmani edhe Ebu Derdai në një dhomë. Hala pa i marë gjumi mirë, ai Ebu Derda, një koqiri, donë me ungrit edhe i thot ky, ku po shkon? Thot, po du me marë abdes me falë namaznate. Prit, thot, se herët ashtë. Fle edhe pak. Edhe pak, deri dikur, Selmani i thot, e që tash shka nësjel ujtë, marim abdes edhe të falim namaznate. Pak para sabahat. Mas e falim namazin e natës, i thot Selmani Ebu Derdas, i thot një gja ta kish parasysh. Që ashtu që shki obligime dhe detyrimin dhe i Zotit. E që me përkushtim të rallë, po mundosh me i përmbush. Ki obligime dhe ndaj familjes. Ki obligime dhe ndaj vetës, ndaj shpirtit tanë. Ki obligime dhe ndaj rrethet. Kështu që Allahu t'jepja hakun e vetë, po edhe të tjerëve, të gjithëve, jepja hakun e vetë. Edhe një farë mënyre kjo farë këshille, ose kjo lloj çortimi, nuk është se i pëlqen shumë Ebu Derdas, kur shkojnë me e falë sabahun në xhami, e bën një lloj si ankesë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Selmani mbram kështu më ka thonë, edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja konfirmon, thot sadaka Selman. Çashtu që ka thonë Selmani, çashtu është. Të gjithëve ju ke, ndaj të gjithëve ke obligime, borxhe, detyrime, kryt detyrimet edhe borxhet në mënyrë të balansuar ndaj të gjithëve. Kthehemi te pyetja jote, karriera, obligimet familjare, jo vetëm, është edhe shëndeti mendor, është edhe shëndeti fizik, është edhe mbajtja lidhjeve farifisnore, janë edhe plot gjona tjera në cilat ne do të jemi shumë të balancuar. Kërkon balans. Balans patjetër. Se shpesh kujdesemi për trupin, por jo edhe për shpirtin. Sakt. Ose dikush kujdeset për... Kujdesemi për dukjen e jashtme, por brendësia... Jo për sjelljen. Kujdesemi për të grumbullu pasurin e nuk i shohim fëmijët duke u rrit.
unë ja u them shpesh njerëzve, është mirë me qeni pasën, është mirë me qeni suksesshëm edhe në karrierë, edhe në biznes, edhe në tregti, edhe në punë, edhe gjithkund. Mirë, po nuk është mirë me u boj i suksesshëm në biznes edhe jashtë shtëpisë e i dështuar në shtëpi. Ti tash për shembull ke fillu edhe e sheset të kanë kalu 15 vite, 20 vite në punë, tregti, mashallah ke bo miliona. Kur kthehesh në shtëpi, isha fëmijët tu kanë rritë edhe s'din çfarë gjuhë flasin fëmijët tu. E din çfarë gjuhë flasin, po komunikimi yt me ta nuk është në nivelin e duan, se nuk ja u din shqetësimet, nuk ja u din preokupimet, nuk ja u din orientimet, dëshirat, çka dojnë me bë. Shpesh edhe nuk i sheh, i lënë në gjumë, i gjen në gjumë, Sakt, ata rritën. Masane dikush mendon se nëse unë vetëm u asiguroj kushtet për një jetesë të mirë dhe komode materiale, u kam dal hakut. Dhe çështja e tillë është vetëm iluzion për lumturi? Ta mund puna. Jo, ai s'është këta njerëzit e këtil e shohin bojarë se lumëturin mo asë një iluzion se kanë. E shohin se kogja e kanë kriju një distancë në base në situatat caktume kanë edhe, si me thonë, u mungon forca dhe guxime, nuk kanë shumë optimizëm edhe me marrë rrugën e kthimit. Për shembull, akoma keq se e nis me shku në një vend, po veç pak e ke habit rrugën dikun edhe në vend se me u afru ka një vend ti po largohesh për ati vendit. Duhesh tash me bë angazhim të dyfisht. Atëherë, feja ku e vendos burimin e vërtet lumturisë? Në lidhjen me Zotin, për arsye se ne jemi krijesë, ne jemi qenje që shpenzojmë. Çka shpenzojmë? Shpenzojmë, nuk e kam, edhe pse edhe ajo është, te ana materiale, shpenzojmë ushqim me gjana të ngjashme. Ne shpenzojmë energji. Ne shpenzojmë motiv, a ke pa nga njerë njerëzit edhe në idealizmin e tyre, nga njerë kanë motive shumë të fort me kalimin e një kohë që zbehet idealizmi. Me kalimin e një kohë shtes, shkymen, fiken ata njerëz. Pse? Për arsye se burimi i energjisë në vije prej lidhje së mirëfillt që duhet ta kemi me Zotin, me krijuesin e gjithësisë. Nëpërmjet besimit edhe nëpërmjet fesë. E kjo pastaj na i balanson të gjitha nevojat, po të gjitha potencialet edhe kapacitetet që i kemi. Na i balanson besa edhe të gjitha mundësitë që janë jashtë potencialeve dhe kapaciteteve tona. Edhe në të gjitha këto pastaj e shohim se funit jeta është e kufizuar, si e këtilla është e shkurtër, nuk mund të arrijmë krejt ato që ndrojmë, nganjëherë ndrojmë diçka, Zoti na jep diçka tjetër, me kalimin e kohës e shohim se kjo që na ka dhënë Zoti është shumë më e mirë se sa ajo që e kemi kërkuar ose synu. Bëhemi të kënaqur në të gjitha situatat ku zgjedhja e Zotit edhe mund mos jetë konform dëshirave tona, edhe në fund është se ma mirë është me të dhonë Allahu familjen e shëndosh edhe harmonin familje, se sa me të dhonë milionat. Nëse do të me shku në eliminime, e mira e smirës është të dyjat, mirë po dikush në base edhe nuk është në gjendje me i menaxhu të dyjat. I ekzistojnë do transmetime të kontestueshme gjithsesi, nuk janë autentike, po qëndron to se do më thonë dikujt pasunia mund t'i bëjt dëm, për atë arsye Allahu e lë të varfër. Dikuj varfëria i bën dëm, për atë arsye Allahu e bën të pasur. Po pastaj varet edhe prej zgjedhjes së vet personit, qysh po don me shfrytëzu atë për shkak se njerëzit megjithatë mund të hutohen edhe të habiten gjatë jetës së tyre, e jeta është sprovë, jeta është lkundje, shkundje, është nganjëherë është tronditje. Po në të gjitha këto ne e kemi mundësinë edhe të bëhemi më të fortë, do thënë më të shkathtë, më të zdërvjellët për të mbjetu, po njëkohësisht edhe gjithmonë në ato sprova ka të fshehur diçka që është shumë e mirë, shumë e dobishme për neve, po varet për interesimit ton apo do me e marr apo. Këto sprova i godasin të gjithë. Pa njerëzit, fetarët dhe jo fetarët. Në këtë rast faktori apo mekanizmi i kaderit hoxh. Si e ndihmon njeriu që në kohë provash ta ruaj edhe balancin e jetës, të vazhdoj të jetë i lumtur pavarësisht se përballë çfarë sprove është. Po besimi në kader është rregulatori më i mirë. Besimi në përgjithësi
është regulatori më i mirë i kësaj gjoje, po besimin në kader, në veçanti, përmendet fshehtësinë e asaj që mund të ndodhë. Shef kaderin, edhe besimin përgjithësi, po kaderin posaçërisht, sikur ta kuptonim, edhe të ishim gjendje ta zbërthejmë deri në detaje, nuk do të ishte besim, nuk do të ishte sprov. Do të dalim para Allahut fuqiplot në ditën e gjykimit, edhe do t'i kuptojmë të gjitha gjanat. Të gjitha perdet do të ngriten edhe krejt ato të fshehta do të bëhen të dukshme, krejt ato të pakuptueshme që i kemi besu, do t'i shohim pse ka ndodhur ashtu, mirë po besimin kader është prej gjanave të mrekullueshme që e ka para pa Allahu fuqiplot. Për arsye se te besimin kader i kemi dy gjëra shumë të rëndësishme që njeriut i duhen shumë. Është motivimi për të bë ato që duhet të bë, edhe ngushëllimi për të pajtuar me atë që ka ndodhur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të ndodh ndonjë gjë, mos thuaj sikur të bëja kështu do të ndodhte kështu, ose sikur të shkoja këndej nuk do të më gjente kjo, për arsye se thot fjala sikur, domethënë hipotezat e ndryshme, thot ja hapin, i dhojnë hapësirë shejtanit. E shejtani, sa herë thojmë sikur, gjithmonë vjen edhe ai pastaj na e bën atë, si me thonë, kombinimin, po kur se bën kombinimin për me na bë me undi mirë. Gjithmonë e bën kombinimin për me na bë me undi keq, me u dëshpru, me u zhgënjy, me u mërzit, me u piklu, me u friksu, me të gjitha këto. Ndërsa ajo tjetra që na mëson edhe na udhëzon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është thot mos thot sikur, po le të thot qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Kështu Allahu pas ka zgjedh, edhe Allahu çfarë don bëhet. E tash kur thu kështu Allahu pas ka zgjedh, dhe Allahu çfarë don bëhet, ti në një farë mënyrë pajtohesh, je rahat edhe me atë që ka mujt me kone pakëndshme. E pakëndshme është nëse të ka godit ndonjë e keqe, ose e pakëndshme është nëse të ka ikë ndonjë mundësi që ti ke konsideruar se është e mirë. Shumë ke pas qef me arrit një punë, po ja që si a dole, thuj qaddarallahu ma sha'a fa'al. Ku mundet njeriu me gjetë lumturinë këto? Se edhe këtu ka hapësirë për me qenë i lumtur. A e bën ti detyrën tënde? A e kryve ti punën tënde? Për rezultatin nuk do të shpërblehesh, as nuk do të mirësh në përgjithësi nëse ke qenë korrekt edhe në nivel të përgjithësisë së punëve. Do të shpërblehesh për punën që ke bë edhe nëse rezultati nuk është kërkuar në horizont. Aq e thjeshtë. Absolutisht e thjeshtë. Kështu kaderi, besimi në kader bëhet më i lehtë. Absolutisht. E pajtohesh edhe kaq. E balanson shumë atë si më thonë, brendinë e njeriut. Ka vdek dikosh, është dhimbje e madhe, edhe s'mundet njeriu me thonë, valla, unë e s'mërzitna. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mërzit, është piklu, mirë, por nuk ka shpreh revolt kërshi vendimit, zgjedhjes edhe caktimit të Allahut fuqiplot. Kjo është ajo. Në të kundërtën, mundesh me thonë, valla, të kisha shku kësaj rrugës kënej, nuk më kishte ndodhur aksidenti. S'kama, kanë thonë plest tonë për para, kanë thonë kur të thejet keri gjenë rrugë sa të dush. Për një mend edhe njëtën tonë, se nga njerë, ne jemi përgjes për dështimet e caktume, masi të ndodhë dështime e shojmë se pas ka pas edhe rrugë tjera, po prap do të me ngushëllu vetën me qështu pas ka qenë e shkrume, se për një mend që ashtu ka qenë e shkrume. E për radhët tjera bëhu ma i vëmendshëm, prap ka me ndodhë qka është e shkrume, por ti do t'jesh ma letë në përgjithësi nëse i ke ndërmarrë hapat e duhan. Faleminderit për pjesën e parë, Hoxh. Dashur miq, kthehemi pas pak për të mirëpritur juve të na telefononi. Kemi rikthyer, dashur miq, në pjesën e parë me Hoxhën Ekrem kemi folur për lumturinë dhe kuptimet e lumturisë, ndërkohë në këtë pjesë do t'ju mirëpresim juve që të na telefononi dhe kemi një mesazh të shkruar, thotë si duhet të jenë dy shok që duhen për hir të Allahut. Duhet me u dashur për hir të Allahut, kështu duhet të jenë. Gjithsesi për me arrit këtë nivel, në radhë të parë secili prej tyre do të me pas një formim bazik që është i rëndësishëm, formim me iman, formim me edukim
të mirëfillt imanor edhe me mirësjellje. E pastaj kur lidhen ndërmjet vete, njoftohen, shoqërohen e kështu me radhë, e shohin se ajo lidhje mund të funksionojë vetëm nëse të dytë e kanë një lidhje të mirëfillt me qiellin. Konsiderat, tolerancë, dashamirësi, respekt, lutje për njëri tjetrin, edhe ndihmesë për aq sa është e mundur, gjithsesi duke e kuptuar se njeriu megjithatë nuk është pa tmeta, pavarësisht pse e ki vëlla musliman e don për jetë Allahut pa japet, ka me bo gabime, e ti me kon zemërxhan. Edhe ai duhet me trajtu ty ashtu me zemërgjërsi edhe kësaj vazhdohet. Pra. Vazhdojmë me telefonatën, alo. Mirëmbrëma, selamun alejkum. Mirëmbrëma, aleikum selam. Derisa me pyet hoxhën lidhje me Ramazanin. A kom drejt, po? Po, vetëm noni. E ku marrë një vizë pak para se me fillu Ramazanin, vizë punës. Edhe tash me të bërë që të Ramazanin e fundit me agjeru. Kur është, a është e lejushme edhe pasi që ka kalu Ramazani me agjeru ditëve në vijem, për shembull. Edhe në bazë cilit a është gjithmonë në vaktin e jacis agjeri me bo iftarin, se jom edhe pak smut se s'po muj me folë, s'po muj me koncentru qaq. Edhe zoni po m'jen ma vonë, s'po di qysh me folë. Edhe përshëndes hoxhën shumë. Çka lidhet mos agjerimi me marrjen e vizës të punës nuk e kapa, nuk e kuptoj. Mu ka dasht me shku me punu hoxhë. Edhe s'ke mujt me agjeru. Ka dasht, nuk ko mujt me agjeru, se nuk mujsha me mri kur qysh vakti atje me bo iftare nuk konë 6 orat mëngjesit, atë si fyren, 6 orat mëngjesit. Unë në 6 orat mëngjesit du të keme shku veç me punu. Shumë edhe rreth kuptimeve të agjerimit. Pra, ti ke mendu që si fyri pa tjetër duhet të bëhet në ora 6 dhe nuk ke arrit me bo në atë kohë? Jo, kur qysh se qashtu... Ma herët se vajshë, se si fyri bon me bo ma herët? Ma herët të do të keme flajtë të orë, se dejnë 12 natës të punu. E qartë. Falemnderit. Menderë qofshë, falemnderit edhe për juve. Mirë, edhe iftarin e lidhi me jaci, kështu që prandaj... Unë nuk moj me vlerësu cilin do për njerëzve, a ka pas arsye mos me agjeru, apo jo, se cili e din për vetën e ti, edhe se cili ka me dhomë përgjithësi para Zotit. Tani kompenzimi? Por nëse ka pas arsye për mos agjerim, tash kompenzimin prej kalimit të Ramazanit, deri në Ramazanin e ardhshëm, gjej ditët që si ke agjeru. 29 dit i ka pas Ramazani. Nëse asnjë se ke agjeru prej tyne, agjeroj, ka një, ka dy, meren, qysht munësh, pra prej syfyrit deri në iftar, jo deri në jaci, po deri në akşam. Vazhdojmë me telefonusin tjetër, alo? Alo. Po, noni? Selamu alaikum. Aleikum selam. Përshëndes ty dhe hoxhën. Faleminderit. Jeni mrekullueshëm që gjatë gjithë kohës që përcjellë edhe kështu që na flatit në zamrat edhe kënaqem me fjalët e juve, me udhëzimet e juve. Allah zon për me këshilla që na jepni, edhe ju falenderoj. Po deshta me pyet hoxhën, një pyetje kështu. Përveç se na jem krijesat Zotit krejt, Allahu na ka drejtuar nëpërmes Kuranit edhe pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çish mosil, çka më vepru nam tu. Sot që jem në rrugën e drejtë Zotit, mundohemi deri aty, po ti ke thonë që ka thonë pa thonë, e ka edhe mundësi me kona shtave, më kona si këshill, e bonja që se kemi bon diçka në vonë, diçka kemi bon, diçka s'kemi bon. E tash shka mujna me gjithë, na shka s'kemi bon që hinë favorin tonë, që nesa kur dolim para Zotit me llogari, po dolim me vlera që do sane që kemi bon, sot kesh me po një shok të smu, atje i shkoni mërzit shumë, edhe i ka desha ka pak do sane, ashtu shka di që sonë nuk di, jam, po e lexoj Koranin edhe një prej kejt këtyne tash për shembull, po shihet që bëhet bos fjalët pejgamberit që na ka mësuar,
sanët janë të shku në rrugë gabushme. Po a mujna me nërë na, a së mujna na me nërë. Qështë ka zotë që ashtu kam dhe he sanët, nuk mujna na me ndryshoha. E desha më të pytë hoqë, nëntën këtë qona, si zakonisht Allah më ka mësu regullisht më forë nëntën, përveç të tjere punë nësa, po dhe këto më ka mësu zotë Allah në falenderoj. Çfarë lutje është ashta mas një si mojë me drejtu zotin me lutje që atëherë. Në rregull. E ju inshallah zoti jep shëndet dhe gjitha të mira. Amin. Selamun alejkum. Faleminderit shumë për telefonatën. Vazhdojmë tutje, kemi një tjetër telefonues, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Albert na uvonove sonte pak. Kaj një shikusa, apo një shikus tjetër kënë lidhje edhe ta. E priteranin. Që volje. A të pëlqeu tema? Po, Albert? Nuk dëgjua prejimit. Apo dëgjojme? Kemi folë në pjesën e parë për lumturin me hoxhën. A ke këndvështrimin tënd lidhur me këtë temë? E për me klem ka dhe. Po e dëgjojmë Albertin me ndërprerje. Unë jam të ju dëgju shumë mirë. Po? Po ju se di. Po, vazhdo tani? Vetëm du me rikujtu se besimin e kadallën e kader është prej 6 kushtet i më. Po në një keq u shkput Alberti. Mësëm të në marë sërish pak më vonë. E ordë me teshat. Kemi tjetër telefonat, jeni inkuadru tash në emision. Po tana e rëke që kjo virusi. Lutem, a mund është prej fillimit me parashtru pyetjen? Tesha më shkua të dhurët me të. Alo? Me diçka gjena që s'ja kom dhurë. Alo, të lutem edhe njerë pyetjen? Ha? Nuk po dëgjohet as pak. Qëre? Po, cila është pyetja? Burin e kompos haxhi. E ordë ma të teshat e haxhilokit. Ma të adi që shenë si pilus varume me vek. Po? Po, që ky virusi që në rruki që atëherë, e nuk mojta mja qitë që të tesha më shkue më lutë të dhurët me tu. Mos kom bo diçka gjena, që kom qita të tesha, pik mu kanë bo. Pra veshja e haxhit, apo i hramet? S'ka arrit me mbledh me ihrama, në rregull. Apo kupton? Po, faleminderit shumë. A më rëvesh? Po. Faleminderit. Mirë. Çka mundemi me bo na për botën që nuk po shkon në barë, thot. Paraprakisht, pastaj kishte pyetjen për lutjen natë. Para kësaj, ai vllau, Allah është përbleft në dha kurajo edhe motiv për emisionin. Alhamdulillah, dhe sigurisht kjo na bën të lumtur, po edhe na motivon edhe na bën borxhli. Pastaj e tha një gjë të bukur, tha na po flasim e thëna e pa thënë, po pse s'po flasim për e bëra e pa bër. Edhe kjo është me rëndësi, do ta sigurisht bujar do kime e mjashtroti këtë farë propozimi. Me sjell dyshin. Me na e bot tem një natë, inshallah. Pa tjetër. Bota po shkon në një drejtim të caktuar dhe bota shkon andej ka don Allahu fuqiplot, por a mund të bëjmë na diçka për me ndal, ose mi andru drejtimin, mbas edhe mund të bëjmë, mbas edhe mund të mos bëjmë. Në të dyja situatat, neve prap po kthejnë atë ajo që e fola më herët, përgjegjësia jonë nuk është për rezultatet, por për angazhime. Ti dush mja bojë hizmetin asaj që ka e ki obligim. Ke shku e ke vizitu një të afërm ose një mik tonin, ja ke thonë do fjallë të mira, a udhëzohet, a i pranon, aja nuk i pranon, ti e ke bo punën tone. Por kjo pastaj nuk është pengesë, mos me shku edhe një herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë, edhe nëse dikend ne eftojmë në islam edhe aj mas ftesës e 10 e pranon islamin, ne sigurisht kemi fitu ma shumë se sa sikur ta pranon të herën e parë. Se i kemi bo dhe të munde, dhe të angazhime cilat Allah i madhruar gjithsesi i shpërblen, edhe i pranon, inshallah. Çfarë lutje me bon namaznate? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që
Allah i madhruar në pjesën e tretë të natës u ofrohet njerëzve me një ofertë shumë të begatë, në mes tjera është thotë, a ka dikush që kërkon mbrojtje, ta mbroj, a ka dikush që kërkon falje, ta fal, a ka dikush që kërkon ndihmë, ti ndihmoj, a ka dikush që lyp diçka ti jap. Tash mbrana që ti hadithit i formuloj lutjet tua, edhe është tjetra që të puna e lutjes është aq e bukur, aq e mrekullueshme oferta hyjnore, sa që mund të kërkosh çka dush prej Allahut fuqiplot, mund të lutesh për kënd dush. Lutu për të vdekurit, lutu për të gjallët, lutu për ata që i dën, lutu për njerëzit që i njeh dhe që mund të mos kesh ndonjë lidhje shumë të afërt me ta. Lyp prej Allahut gjëra të mira, edhe lyp që Allahu më të mbrojt prej gjërave të këqija. Besimi në kader ishte Alberti i cili është prej kushteve të imanit, pikërisht. Sakt është kjo dhe ashtu duhet ta konsideroj. Burri që kishte vdekur nuk kishte arritur që t'ja vendos. Nuk ka arrit m'ja vendos ihramat e haxhit në përcjelljen përfundimtare për në varr. A ke bo diçka keq? Jo, absolutisht. A ke lënë diçka mangut? Jo, nuk ke lënë kurrë mangut. Hiç këtë vezvese, hiç mos u brengos, lutu për burrin tënd, lutu për vete, edhe Allahu na bashkoft me të vdekunit tan në mëshirën edhe në xhenetet e tija. Vazhdojmë tutje, alo. Alo. Ornoni. Ju përshëndes me salam aleikum. Aleikum salam. Një pyetje shumë të shkurt për hoxhën. Po. Nderuam që ne 4-5 ta jovi ko, mu ka mu shtëpia bubreca në kuzhinën, në korridorën, ku parrije. A ko sa do më thonë kofja? Faleminderit. Hajde, salam aleikum, faleminderit. Aleikum salam. Vllai dashur, nëse gjen zgjidhje, më kallzon edhe mua, se edhe ne kam bubreca në shtëpi. Bujara kite? Nga njëherë lajmërohen. Është koha e tyre, mendoj është koha e tyre, është pranverë, s'ka ndonjë kuptim. Duhet me pas në zgjidhje te ata që din me na ofru zgjidhje. S'ka ndonjë kuptim kush e di çfarë. Mirë, do të vazhdojmë me një pyetje. Thot mediat sociale po më largojnë nga feja, është haram përdorimi i tyre në këtë rast. Çdo gjë që të largon prej rrugës të mirë dhe drejt, normal që përdorimi i tyre është i dëmshëm. Kështu që komunikimi social është, si me thonë, thik me dy teha. Ki mundësi me e përdor për mirë dhe ki mundësi me e përdor për keq. Sot fatkeqësisht, me shumë keqardhje, do të me e thonë që kjo mundësi e komunikimit, që është lehtësimi madh shumë me i afru njerëzit, një pjesë e madhe, një pjesë jo e vogël e njerëzve e përdorin për sharje, ofendime, fyrje, intriga, gjanat dëmshme edhe të liga. Nuk është e mirë kjo. Ti si besimtar, nëse e vren se imani jot po dobësohet, mirësia jote po zbehet, atëherë mos e përdor atë që jetu e përdor, mos e bën atë që jetu e bën. A mund të falet pasuria sa je gjallë për me evitu konfliktet? Nuk kisha thonë që është zgjidhja e vetme dhe më e mira me e fal pasunin për me evitu konfliktet, nëse e ki fjalën konfliktet në të ardhmen mes evladëve tu, që ata të mos konfliktohen, unë du me lënë këtë pasunin vakof, ose du me bo kështo. Nuk është kjo zgjidhja më e mirë. Kështu që menoj se pyetja shumë e përgjithshme, nuk po mujmë të dhomë përgjigje të përgjithshme. A është bidat me fol me zot lart brenda xhamis? Është punë e pahishme. Me fol me zot lart brenda xhamis është punë e pahishme. Xhamia e ka një etikë të cilës ata që shkojnë në xhami duhet t'i përmbahen. Edhe ngritja e zonit në xhami në asnjë rrethon nuk është veprim i duhur. Madje edhe nëse falemi, imami nuk do të me bërtit shumë nëse nuk është e nevojshme. Tashmo xhamiat kanë zërim, edhe ose imami kur man hutbe edhe kur e përmend Allahun do të me bërtit shumë. E le me ngrit zonin me muhabete dunjas ose muhabete koti. Kështu që nëse kemi nevojë me fol në xhami, flasim me Zot ult, eventualisht përshpëritim me atë që e kemi afër, për atë sa është e nevojshme, ama jo me tepru me biseda. Ngritja e zonit në xhami është gjë e pahishme. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Të dashur miq, kaq për sonte. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.